Ftuar në studio është deputeti I Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi. Bisedën me deputetin Selimi e zhvillon kolegu Kushtrim Kadriu. Fjala për ty. Faleminderit Leonora. Zoti Selimi, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Çka në fakt ishte seanca e sotme? Sot deputetët në përputhje me të drejtat dhe legitimitetin e tyre kanë thirrur vazhdimin e seancës konstitutive në mungesë të vullnetit dhe gatishmërisë se kryesuesës respektivisht se partisë të cilët I takon kryesuesja më shumë, deputetja më shumë e cila është njëkohësisht edhe kryesuese, pra në mungesë të gatishmërisë dhe vullnetit të tyre për të respektuar votat e qytetarëve, për të respektuar institucionet e Kosovës, deputetët nënshkrues kanë pasur të drejtë në përputhje me rregulloren e kuvendit të thrasin vazhdimin e seancës dhe kështu kemi bërë sot, pra kemi thirrur vazhdimin e seancës konstitutive të Parlamentit të Republikës Kosovës, këtë rast për të debatuar për shkak se jo vetëm që nuk ka pasur seanca deri më tani, jo vetëm që është ndaluar kushtimisht deputetëve të marrin pjesë në vendin ku I ka deleguar vota qytetarëve, por edhe në ato seanca ku janë marrë deri më tani në udhëheqjen e kryesuesës së PDK-s ishte mohuar edhe debati, por ne sot kemi debatuar edhe kemi shpalosur qëndrimet tona në shërbim të zgjidhjes së të ashtuquajturit ngërç politik, por në shërbim të formimit të institucioneve të Republikës Kosovës. Zoti Selimi, pse nuk votuat për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe nënkryetaret e kuvendit? Çështja e mosvotimit sot ka qenë thjesht çështje procedurale, sot është debatuar, pra ka mbetur kishte, si thuaç, aq shumë nevojë që të debatohej në Parlamentin e Kosovës dhe sot deputetët e Parlamentit të Kosovës kanë debatuar lidhur me qëndrimet e tyre, kanë debatuar lidhur me rrugën tonë drejt të zgjidhjes së problemeve të krijuar nga Partia Demokratike e Kosovës, por të krijuar nga pushtetin e ikje, dhe sot mendojmë që kjo seancë po ashtu nuk është edhe ky qëndrim nuk është qëndrimi I fundit I gjithë ato subjekteve politike që kanë qenë sot atje, pra sot subjektet politike kanë debatuar dhe kanë dalur me konkluzione dhe qëndrime të përbashkëta në shërbim të zgjidhjes së ngjarjeve politike në Kosovë. Çka pas kësaj seance do të thërrisni sërish seanca të tilla? Normalisht që duhet të ketë seanca dhe normalisht do duhej që seancat të thriste apo seancën konstitutive të thriste dhe të përfundonte ai të cilit mosha e ka dhënë këtë drejtë rastësisht, pra kryesuesja e Kuvendit të Kosovës, aja nuk po bën këtë dhe normalisht që deputetët e Parlamentit të Republikës së Kosovës, subjektet politike pjesëmarrëse në Parlamentin e Republikës së Kosovës, nuk do të vazhdojnë të jenë peng e këtij bllokimi që ka bërë Partia Demokratike e Kosovës, pra këtij bllokimi të institucioneve të Republikës së Kosovës. Ne do të zgjedhim rrugët më të mira për formimin e institucioneve, edhe nëse Partia Demokratike e Kosovës vazhdon ta bllokojë ashtu siç ka bllokuar deri më tani formimin dhe funksionimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Me njerë pas saj seance, kryetari I PDK-s, zoti Hashim Thaçi, tha që kjo seancë ishte jo legale dhe antiligjore. Si shihni ju deklaratën e zotit Thaçi? Kjo është një deklaratë e papërgjegjshme, por jo vetëm kaq, për shkak se deklaratat e tilla, kur seancat e deputetëve, por kur seancat e Parlamentit të Kosovës, kur pjesëmarrja e deputetëve në vendin ku I ka deleguar vota qytetarëve, quhen ilegale, kështu ai I quan ilegale edhe vetë mandatën që kanë deputetët e Kosovës të dalin nga zgjedhjet e fundit, rrjedhimisht I quan ilegale edhe zgjedhjet e fundit nga e cila ka dalë edhe ai si deputet. Pra ilegale është që një deputet të udhëheq me qeverinë e Kosovës tash sa muj, ilegale është që deputetët të jenë ministra, ilegale është që deputeti të jetë kryeminist dhe këta deputet duke përfshirë edhe zotin Thaçi edhe deputetët e tjerë të Partisë Demokratike të Kosovës, do duhet të ishin aty ku I ka deleguar qytetari I Kosovës, votuesi I tyre, e jo të mbanin në mënyrë të padrejtë postet që I kanë, për shkak se në mënyrë të padrejtë dhe ilegale ata po mbajnë postet e kryeministit, respektivisht ministrave dhe zëvendësministrave. Kështu që jo rrallë herë kemi dëgjuar deklaratat e tilla të papërgjegjshme, jo rrallë herë kemi dëgjuar deklaratat e tilla edhe të pakuptimta, për shkak se vërtet është e pakuptimt të thuhet deputetit që është I paligjshëm në vendin e tij, pra në Kuvendin e Kosovës, aq më tepër ku këta deputet tashmë janë nën betim dhe janë të certifikuar si të tillë. Kështu që kjo është një deklaratë papërfillshme në këtë rast, ose të qoftë e papërgjegjshme. PDK po insiston të ketë marrëveshje ndërpartijake edhe me bllokun. Kur presni të ketë seancë me të dyja palët? Unë kam dëgjuar që kryeministri në largim ka kërkuar marrëveshje, pra ai ka quajtur edhe domosdoshme marrëveshjen. Marrëveshja mes subjekteve politike ekziston, por ku I quan marrëveshjen e të domosdoshme, ai kërkon domosdoshmërisht të bëjë dikush marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës dhe sa ai kërkon marrëveshje me subjekteve politike, ai kërkon një marrëveshje të imponuar me Partinë Demokratike të Kosovës. Kjo marrëveshje tashmë nuk është e nevojshme, sidomos për ato subjekte politike të cilat kanë një marrëveshje, të cilat në bazë
bazë të kësaj marrëveshje kanë formalizuar numrat, në bazë të kësaj marrëveshje ata i kanë numrat për ta bërë qeverinë dhe marrëveshja me Partinë Demokratike jo vetëm që ka qenë refuzueshme deri tani, por nikosisht edhe pa nevojshme, sidomos për ato subjekte politike të cilat tashme e kanë formalizuar numrat për ta bërë qeverinë. Por kërkesa që një marrëveshje të domosdoshme është një imponim, një haraç politik, të cilin dënë që PDK-ja t'ja vej subjekte tjera politike, tashme nënshkruese të marrëveshje dhe krijuese të shumicës parlamentare në Parlamentin e Kosovës. Nga debati juaj sot shumë në kuvend u tha që seanca të thirret sa më shpejt nga Flora Brovina. Kur presni që të thrasë këtë seancë zona Brovina? Do duhet që menjëherë në afatin optimal sa më shpejt, që është e mundshme, pra do duhet menjëherë në javën e fillimin e javës së ardhshme ne ta kishim ftesën e vazhdimit të seancës konstitutive dhe Partia Demokratike e Kosovës të hapte rrugë për shkak se Partia Demokratike e Kosovës dhe udhëheqja e saj i kanë vënë në prit demokracisë në Kosovë, i kanë vënë në prit parlamentarizmit në Kosovë, pra i kanë vënë në prit shumicës parlamentare e cila tashme është e gatshme dhe konfirmuar si e tillë. Pra Partia Demokratike e Kosovës si pakicë tashme i ka vëprit demokracisë në Kosovë dhe nuk do duhet PDK-ja të priste as ta përqante parti tjera politike dhe as nuk do duhet të priste që parti tjera politike, subjekte tjera politike dhe duke përfshirë dhe lëvizjen vendosin këta të lodheshin para shantazheve që i bën demokracisë dhe qytetarëve të Kosovës. Ajo që do duhet të lodhej, ajo që do duhet të çonte rrugë është pakica parlamentare në Kosovë, e cila është Partia Demokratike e Kosovës dhe aleat e saj. Kështu që kot pret Partia Demokratike e Kosovës që ne do të lodhemi, ne do të vazhdojmë derisa të lodhen ata të cilët nuk kanë të drejtë. A mund të kemi një marrëveshje para mbajtjes së kësaj seance konstitutive? E theksoj edhe një herë që marrëveshja ekziston mes 3 subjekteve politike LDK, AK dhe NISMA, marrëveshje e cila është mbështetur edhe nga lëvizja vetëvendosje dhe nikosisht marrëveshje e cila i siguron numrat dhe marrëveshja me PDK-n është edhe pa dëshirueshme, por nikosisht është edhe pa nevojshme. Zoti Selimi, faleminderit shumë për kohën tuaj. Kënaqësi.